Për 9 zyrtar të kadastrës së Dibrës, mes tyre dhe zëvendës drejtori Daniel Gjura, në një notere dhe disa qytetarë janë lëshuar urdhër arreste pasi në bashkëpunim me njëri tjetrit dyshohet se kanë tjetërsuar prona me qëllim përfitimin. Hetimi për zbardhjen e skemës kriminale të falsifikimit të dokumenteve zgjati 7 muaj, ku në zbatim të vendimit të gjykatës së Dibrës u ekzekutuan masat e sigurisë arrest në burg ndaj Teshar Doçit, i cili është përfituesi i pronës, dhe ndaj familjarit të tij Fation Çakri, të akuzuar për mashtrim dhe falsifikim të dokumenteve kryer në bashkëpunim. Ndërsa ndaj bashkëshortes së Teshar Doçit u caktua masa detyrim paraqitje, e akuzuar për mashtrim kryer në bashkëpunim. Arresht shtëpia u caktua për një ish specialist matjesh në terren të kadastrës së Dibrës, si dhe ndaj përgjegjësit të sektorit të legalizimeve për veprën penale falsifikimi dokumenteve kryer në bashkëpunim. Ndërkohë për 4 hartograf dhe 2 juristë të kadastrës u caktua masa detyrim paraqitje për veprën penale falsifikimi dokumenteve kryer në bashkëpunim. Sipas policisë, Daniel Gjura, zëvendës drejtori i kadastrës Dibër, që më herët ka mbajtur edhe postin e drejtorit, si dhe kandidoi për deputet në zgjedhjet e 2025-s, është në kërkim me po ashtu edhe noteria që ka falsifikuar dokumentet, si dhe një familjar i përfituesit. Nga hetimi dyshohet se zyrtarët me detyra aktuale dhe të mëparshme në kadastrën e Dibrës dhe noteria, në bashkëpunim me njëri tjetrin, kanë falsifikuar dokumente dhe kanë kryer veprime të tjera administrative të kundërligjshme me qëllim tjetërsimin e pronave të palueshme në favor të Teshar Doçit dhe familjarëve të tij.